Debati politik është tensionuar sërish pas akuzave të ndërsjella ndërmjet kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla dhe kreut të Partisë Mundësia Agron Shehaj. Në qendër të kësaj përplasjeje është bërë pronësia e një vile në Itali, për të cilën Balla ka kërkuar sqarime publike. Përmes një videoje të publikuar në rrjetet sociale, Taulant Balla ka kërkuar të di statusin e vërtet të pronës së Shehajt, duke aluduar për paqartësi në deklarimet e këtij të fundit. E shita, se shita të shkret vila, sa metra është 250, 498, 359, e ke shit vjetë shtator, a është akoma jotja, se mos e qit kadastri italisë që është akoma jotja, se na morëm qafë saj. Shivi këto letrat edhe sqaroje qit të shik këtë punë. Dakord gono? Reagimi i Agron Shehajt ka qenë i menjëhershëm, i cili i ka cilësuar akuzat si një përpjekje të kryeministrit Edi Rama për t'i mbyllur gojën nëpërmjet Taulant Ballës. Shehaj ka këmbgulur se pasuritë e tij janë të ligjshme dhe të deklaruara në 2 shtete. Sot Edi Rama ka dërguar Taulant Ballën tek shtëpia ime. Ka filmuar shtëpinë ku jetojnë fëmijët e mi, bashortja ime ku kalojnë verën, me adresë duke ja bërë me gisht. Këtu janë. Tani, pse e bën Edi Rama këtë? Sepse është i dëshpëruar. Por një gjë ta keshte qartë, ne nuk ndalemi, nuk na trëmni dot. As me filmime, as me Taulanta, as me krimin, as me oligarkët, as me media tuaja, të cilat financoni me paratë qytetarëve shqiptarë. Përplasja mes palëve vijon, ndërsa Shehaj thekson se angazhimi i tij politik ka si qëllim luftën ndaj asaj që ai e quan mafia e pushtetit.